Doha përpiqet të afrohet emocionalisht dhe fizikisht me Giraj, duke kërkuar të krijojë një moment intim mes tyre si çift i martuar. Por Giraj reagon me ftohtësi dhe shman kafërsinë, duke u justifikuar se ka punë urgjente për të bërë. Pas refuzimit të afërsisë me Dohan, Giraj largohet nga dhoma me një justifikim të thjeshtë se ka punë për të bërë. Por në vend që të merret me punë, ai shkon fshehur azi te Eves, njërka e tij, me të cilën ka një marrëdhënie të ndaluar dhe shumë problematike. Ata kalojnë natën bashkë, duke e thelluar edhe më shumë këtë lidhje të errët dhe të ndaluar. Mustafa, i zgënjur dhe i lënduar, i thot Nilait se më në fund ka kuptuar një të vërtetë të hidhur që babai i tij Abdullah ka treguar dashuri dhe përkushtim vetëm ndaj Nursemaz dhe Fati, ndërsa ai vetë është ndjer gjithmonë i lëm pas dore. Gorkem është duke filmuar Pembe dhe Fati, një veprim që mund të krijojë ndonjë skandal. Nilai, e cila e kap këtë skenë, është e shokuar dhe përpiqet të njoftojë të tjerët për veprimin e Gorkem, duke shprehur shqetësimin e saj. Gorkem mohon kategorisht të ketë filmuar dhe përpiqet të minimizojë situatën. Duke mos marrë asnjë përgjegjësi për veprimin, fatkeqësisht fjalët e Nilait nuk marrin asnjë vëmendje. Abdullah ka marrë një vendim të rëndësishëm për vajzën e tij të vogël. Ai vendos të punësojë një dado që do të kujdeset për të. Abdullah ka zgjedhur që kujdestarja të punojë në shtëpinë e Këvëllçem, ndërkohë Somes, e cila është gjithmonë vigjilente dhe e shqetësuar për çdo hap të Abdullahit, kërkon që kujdestarja të ketë gjithashtu kujdes për mbesën e saj. Fati shkon për të marrë Xhemren, por ndërkohë që është jashtë, Heves e fton të hyjë brenda dhe të pi një kafe. Ajo fillon të flirtojë me të, duke përdorur gjeste dhe fjalë që janë të ngarkuara me nën kuptime, duke i bërë të qarta synimet e saj. Fati nga ana tjetër dihet shumë në siklet nga veprimet e Heves dhe përpiqet të shpëtojë sa më parë nga ajo. Gorkemi afrohet Këvëllçëm dhe i kërkon të pinë një kafe së bashku. Gjatë bisedës, ajo i hapet dhe i tregon se i vjen keq që ishte shkak për ndarjen e saj me Omerin. Më pas Gorkem përpiqet të manipulojë Këvëllçëm, duke i thënë se Omer ka ushtruar presion të vazhdueshëm ndaj saj dhe se sa njeri i rrezikshëm dhe kontrollues është ai. Këvëllçëm e habitur nga kjo sjellje që nuk e kishte parë më parë tek Omeri. Në fund Gorkem i thot se duhet të flasë me Fati dhe t'i tregojë gjithçka që ka dëgjuar. Sipas saj, vetëm në këtë mënyrë Fati mund të kuptojë të vërtetën dhe ta falë. Fati, hende i shqetësuar nga ajo që ka përjetuar, i rrëfen Nursemaz një moment të pakëndshëm, kur kishte shkuar për të marrë Xhemren. Heves, njërka e Girajit, e kishte ftuar brenda për kafe dhe kishte tentuar të flirtonte me të. Nursemaz mbetet e habitur dhe e tronditur nga ky rrëfim. Ajo nuk e beson lehtë që një grua e martuar si Heves mund të bëjë një veprim të turpshëm si ky. Tensionet në kompani arrin kulmin. Është koha për një votim vendimtar për largimin e Omerit nga drejtimi i kompanisë. Gjithçka duket se po shkon drejt përjashtimit të tij, por situata merr një kthes të papritur kur Mustafa, i zhgënjur nga ndarja e aksioneve, vendos të mos votojë kundër xhaxhait të tij. Në një moment kritik, Mustafa ngrihet në mbrojtje të Omerit, duke i habitur Abdullahin dhe gjithë të tjerët në sallë. Ai merr vendimin dhe vendos të largohet së bashku me Omerin. Gorkem fillon të sillet me përkujdesje dhe dashamirësi ndaj Pembe dhe Nilait, duke u përpjekur të fitojë besimin dhe afërsinë e tyre. Por pas këtij qëndrimi të butë dhe të ngrohtë, fshihet një qëllim i errët. Gorkem në fakt dëshiron t'i dëmtojë të dyja, duke i bërë të paguajnë për vuajtjet dhe poshtërimet që ajo ka ndjerë më parë. Fati dhe Abdullah përballen me Mustafain për të kërkuar llogari pas qëndrimit të tij në krah të Omerit gjatë votimit në kompani. Të indignuar dhe të zgënjur, ata e akuzojnë për tradhët e tij ndaj familjes dhe interesave të përbashkëta. Por Mustafa shpërthen emocionalisht. Ai akuzon se gjithë dashuria dhe përkujdesja që mund të jap si prind Abdullah i është dhuruar vetëm vajzës që ka me Alevin, ndërsa ai është ndjer gjithmonë i padukshëm dhe i nënvlerësuar. Fati, i zgënjur nga qëndrimi i Mustafait në krah të Omerit, e akuzon për mos përfillje dhe mos besnikëri. Nga ana tjetër, Mustafai nuk përmbahet dhe flet me zemërim, duke nxjerrë në parë gjithë vuajtjet dhe ndjenjat e papërpunuara që ka mbajtur për vite me radhë. Kjo përplasje bën që konflikti të bëhet i dukshëm për të gjithë familjen. Duke përfituar nga momenti i tensionit,
Gorkem afrohet me Fatin dhe i flet me një ton të qetë për një qëllim të qartë pas fjalëve të saj. Ajo i thot se duhet të ketë besim tek ajo, sepse është personi vetëm që mund ta ndihmojë të bëhet pronar i vërtet i kompanisë. Gorkem e përdor këtë bisedë për të krijuar një aleancë strategjike me Fatin, duke shfrytëzuar konfliktet brenda familjes dhe kompanisë.